Në çdo prag zgjedhjeve, qeveria e Tiranës dhe drejtuesit vendorës përndajnë tendera publik, ku përfituesit kryesor janë zakonisht kompani të lidhura me pushtetin. Një nga ato është edhe Dajti Park 2027, kompani e familjes Qefalia, nga ku ka dalë deputeti socialist Xhemal Qefalia dhe administratori i njësisë Dajt Kujtim Qefalia. Në fushatën zgjedhore për kuvendin 2025 Dajti Park 2007, në pronësi të Lulzim Qefalias dhe Desart Kalas, fitoi të paktën 3 tendera nga Bashkia e Tiranës me një vlerë totale rreth 1.8 milion euro. Më 26 mars, ndërsa fushata ishte intensifikuar, kompania u shpa fituese tenderit për rekonstruksionin e shkollës Koljakova me një fond limit për 170 milion lekësh të reja. Procedura kishte nisur në kohën e kryebashkiakut të arrestuar për korrupsion, Erion Veliaj, por vijoi pa ndryshime në ndërtimin e Anuel Aristanit. Në mars të vitit 2025, Dajti Park 2007 mori një tjetër tender për furnizimin me ushqime të qendrës komunitare multidisiplinare me një vlerë 40.000 euro. Ndërsa në prill, kompania mori një tjetër kontratë për furnizimin e menzës së qendrës Streheza me një fond prej 4.7 milion lekësh. Në total, gjatë marsit dhe prillit kompania përfitoi 3 kontrata të majme nga Bashkia e Tiranës duke ngritur dyshime për përdorim elektoral të fondeve publike.